Bismillahirrahmanirrahim. Wal-layli idha saja ma wadda'aka rabbuka wama qala walal-akhiratu khayrun laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Betohem në natën kur shtrin errësirën, Zoti yt nuk të ka lënë, as nuk të ka përbuzur. Dhe se bota e ardhshme është shumë më mirë për ty se e para. E Zoti yt do të jap ty dhe e ti do të kënaqesh. Mesazhe të fuqishme që ju dhan Muhamedit a.s. por na jepen dhe ne si umet, si bashkësi. Zoti yt nuk të ka lënë, as nuk të ka përbuzur. Prandaj në këtë natë që shtrin errësirën, në fund të kësaj nate do vi dhe namazi sabahut. Dhe në agimi pra do vinë mesin ton drita, edhe kështu erdhi drita e besimit, që Allahu besimtarët i furnizon me mirësitë e tij dhe ju jep të mira në këtë botë, por bota tjetër është begative të përhershme, që është xheneti i përgatitur për besimtarët. Andaj përgëzoj ata që natën dhe ditën e madhërojnë Zotin dhe bëjnë vepra të mira.